eme është shumë e thjeshtë, si që secilit për jush, ka filluar rrugicat e Shkodrës, në palestrat e boksit që në ato ishin shumë vjetra, që nuk ishin doreza, dhe në ato vujtje, ëndrat tona pikërisht ishin shumë të mëdha. Ishin të mëdha sa më arrit deri në titull kampion Europës edhe kampion botës. Kam pas ëndra shumë të mëdha, vetbesim, dhe normalisht kam largu gjithmonë prej vetit njerëz që më thonë që nuk mundesh me arrit. Po, kam mujt me arrit. Gjithë ju mundeni me arrit. Nëse besoni fort, nëse ju punoni fort, normalisht keni me arrit. Majat e suksesit arrin vetëm tu besu fort, tu punu fort, edhe normalisht me bashkëvepru me njëri tjetrin. Por thënë më rëndësishëm është se unë jam shkodran. Kështu që ti njihuni krenar se jena shkodran. Gjithmonë kur para ndeshjes time ato thrasin me son hysa nga Shkodra, kjo është ajo që motivon, që më bën me fitu çdo ndeshje, më bën me kalu çdo pengesë që kam përpara. Kështu që ju lutem, njihuni krenar për siç jena. Jena qyteti më i mirë e më i bukur në botë.